Selamu alaikum të dashur miqtë RTI-s. Mirë se takohemi sërish me emisionin Rruga e ndriçuar pranë ekranit të RTI-s. Ku jemi çdo të ajte me hoxhën e nderuar, profesor doktor Shefqet Krasniqi. Hoxhë nderuar, selamu alaikum. Aleikum selam. Të dashur miq, dhe ju mund ta beqatoni emisionin Rruga e ndriçuar duke telefonuar në numrin kontaktues të cilët e keni të shfaqur pranë ekranit të juaj, ku është 046 220022. Po ashtu të na ndiqni në rrjetet sociale personale të hoxhës, ku është në YouTube dhe Facebook. Ju shkruani, telefononi, ndërsa hoxhën e kemi këtu për përgjigje apo sugjerime e këshilla, duke lutur Allahun xhalla shanehu të shpërblet juve dhe hoxhën. Hoxhë nderuam, Allahu nderoft që po jeni çdo të ajte me emision Rruga e ndriçuar. Me njëherë na njoftojnë se kemi një telefonat në linje. Alo, selamu alaikum. Aleikum selam. Faleminderit që keni telefonuar. Keni pyetje për hoxhën? Po, deshta mja bëni pyetje hoxhës për kohën e sabahut. A kam drejt me fal masi të imsake? Masi të hik imsake. Qa me fal? Sabahin. Sabahën. Po, masi të hen. Kur të me fal sabahën? Po, këto në Zvicër është në 6:14 falet. Falet ku falet? Në xhamia në takvim shkron. Në takvim. Në sa është imsako? Në 5:51. Në 50 minuta dallima? Po, në Zvicër po folmi. 5:51 imsako? Po, në 6:41 është sabahi. Në 7:26 lindja e diellit. Rrafsh 50 minuta. Po. Edhe pyetja e dytë, a kam me përgjënoj se silon qikat me fal? Qa bën? Edhe njëherë lutem pyetjen e dytë. 2 qikat. Njëna e ka 4 vet, tjetra e ka 7. A mund nuk e thirrin me fal sabahin edhe yatsin. Pse? Për dhimen. Po, pak herët, për 7 vjet i ka qika dhe 4. Tamam. Allahu nderoft, tash e merrni përgjigjen për hoxhës. Allah e shpëleft. Selam aleikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falenderojmë të madhin Allah, azza wa jall. Salavat dhe selam bi pejgamberin e bekuar, alayhi salatu wassalam, me familjen e tij shumë të nderuar dhe të respektuar, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët kanë ndjekur rrugën e atij burri të madh deri sa të kësaj dite dhe ata të cilët vinë pas nesh deri në kiamet. Pastaj koha namazit të sabahut është me agimin e vërtet, e që është agimi rrejshëm, agimi vërtet. Ndryshe quhet edhe imsak, ku përfundon nata dhe fillon dita. Agimi i rrejshëm, kur është vera, qielli kthjellët, shifen yjet, kthjellët, del në natyrë ku nuk ka drita që të pengojnë, në fushë dikon. Dhe e vëzhgon qiellin në një orë para imsakut. Një që më të mësu sytë, në terë, në rësirë. E shes se vjen një farë drite, jep pleshtë për dorën, jep ferko, i sabahut. Një farë drite, në kup qiellit lartë, e ngushtë dhe gjatë, i dritë. Jo dritë kuptim me plot dritës, po se ferk fillon më ndriçu nga pak. E që robi me ndonë se filloj më zdrit, më ndriçu.
shumë pak kohë dhe humb. Zhduket. Falë, dhe bëhet edhe më tërë se sa që ka qenë pak përpara. Kthehet errësira më e madhe. Për ata që quhet agimi i rrejshëm sepse të mashtron. Andaj mos ngot, prit pak. Dhe shef se erësohet. Rrin disa minuta. Disa minuta rrin, ti vazhdon me vëzhgu qiellin. Nëse je në kodër, shikon përpjet. S'ka nevojë kokën, nëse je në kodër. Nëse je në farë lugi dikon, ku do të pak ma përpjet, me shku ma lartë me kokë përpjet. Pastaj e shef, se në të antë pa fillon më zërit. Për shembull nëse je të drejt, të shiku, dhe të din se në 200-300 metra, 500, ka pemë. Por natës po duken. Tash fillojnë më dallu. Fillon më zdrit. Fillon më zdrit. Objektet veç për fillojnë më dallu. Kjo është agimi vërtet. Natën e lam rapa. Filloj dita. Qëto, me momentin që fillon me dallu senet gjërat, më nata përfundoj, sëfër nuk ka me hungur më. Ai që për Ramazan e sa që dhe me agjeru, namaz natë më s'ka me falë. Ta shëkohe sabahut. Mirë. Qëto me njëherë që ta shkem drejt me falë. Me njëherë se hini ku e sabahut. Nga se nuk ka kohë, nuk ka vëkom kohë të zbrast. Mes namazet, mes natës edhe namaz sabahut. Tha ndryshe, mes namazet e yatsis. Kur përfundon koha e yatsis? Përfundon në përfundimin e natës. Yatsia ka kohën më të gjatë. Yatsia përfundon me përfundimin e natës. Përfundon yatsia hyn sabahu. Vetëm sabahu dhe dreka ka një distancë. E që është pe para të lidja diellit deri në zenit. Në zenit, kur dielli në kupë qiellit. Këtë kohë është ndarë mes namazeve, dhe i madhe zë pse ka lanë këtë kohë pa namaz, të ndarë për namazeve, në mënyrë që njerëzimi mos të preokupohen me namaz, por të preokupohen me punë. E shef? Përësit e Zotit. Me punë. Sabahin 6. O të cek. Dreka 1. Sa orjen atë? Për në 7 orë. Po 7 orë me punu ti dërmohesh, të kryu një meditje, kryve një aratë punës, të plot të kryve, bre. Nuk ka lanë namaz, këtë kohë, sepse kohë e punës. Koha me marë dynjan, me gjallnu e fjale, me marë të mirat e dynjas, se dynjasën e merë për të mirat e dynjas, që një quaj me punu, me gjallnu. Për ndryshe se të fillën dreka, përfundon hynë qindia, përfundon hynë akshami, përfundon hynë yatsia, përfundon hynë sabahu. Nuk ka vëkum mes dy kohëve, kësaj dhe asaj, përpës mes sabahut edhe mes drekës. Kështu që doli yatsia hyri sabahu. Por, ata të cilët i kanë bërë takvimet, dohet me qenë njerëz pak më të meqëm, më të dishëm, më të shkolluar, dhe me studiu pak gjërat pak më në detaje, me përdorët pak anën psikologjike të njerëzve, që njerëzit din mungut nga një herë, janë përgoqëm si pritet, mund të falin para kohë. E para kohës ka namaz. Andaj, për me qenë më të sigurt, e ka lënë një interval kohor, për shembull imsaku, respektivisht përfundimi i syfyrit, të imagjinojmë, mësa thajmë 5:40, tha? 5:50, tha. 5:50, po. Në 5:51. Në 5:51, imsaku, ndoshta edhe 10 minuta me shty s'ka dert, por mja lanë robit fiks e shtyna edhe ashtu,
i te kalon kufejt se natyra tina është e tillë. Po s'ja preve, djathtë majt, robi, o e qëtë man këtë ma heret, o e shtynë ma vonë. Pra ata shariati, respektivisht e ligjvënësi, që është i madhi Zot, ai është krijues. Dhe gjërat i prin. Nuk bën me humbur buk para iftarit, para akşam perëndimit diellit. Dhe robi e fokuson kokën e vet. E pjek, e mbjell kokën e vet. Se pa përëndu dielli, ke und, s'ke und, të prit, nuk të prit, s'bën me humbur. Po ashtu, dul gjumi, s'dul gjumi, imsaki përfundoj, s'ka me humbur mo. Po dita gatë, zota burçaren tjera heret, që është ma heret, si heri, ndëshkovet vetën tani, mirë ladhe, të nesërm tani, del gjumë pe marakit e pitu të shumë heret, dhe shumë heret del. Pra, prej frikës se mos njerëzit peshtynë së fyrin, respektivisht për qesin heret namazin, e kalon një kohë, një vëkom. Për ndryshe me hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi mes së fyrit, imsakut, dhe mes namaz sabahut, ka prit dikon sa ka transmetim sa lezohen 50 ajete. Të shkurtra jo të gjata. E që është prafërsi sa me lezu surët e Murselat, dhe në kam pravu këte, e kam atë, me lezu dalë ka dalë, më ka interesu këtë qështje, dyko 5 minuta. Alehi salatu wassalam. Andaj me prit pak është në regull që kam bërë për takvime, por këtë 50 minuta mund nuk për më kap, ka kamet kja. Pra ata dhe të me pytë të gjëlartë e Zvicrës, pse imsaku është në ora 5:51, ndërsa sabahin 6:40 në sakja. Nëse është 6:40 në xhamia që kemi ne, atëherë kjo është çështje tjetër krejt. Sepse ne në Kosovë, për shembull Prishtinë teknik këto, 45 minuta para lindjes së diellit e thirrën Ramazanin. Gjys orë para lindjes së diellit e bojnë ikamet. Po kjo nuk do të thotë sa boj ka hi 45 minuta para se me lindje dielli. Sa boj ka ka hy herët. Ka hy 10:05. 10:05 ka hy sabahu. Sot për shkak për afërsisht ka hy sabahu në ora 10:05, mirë po në 10:06 të na bëj kamet. Të më thonë të kemi në falë të shpia nëse falë, granimi e jo tare, ki gjami larke, të s'ke nevojë me prit kohën e takvimit për në gjamia, se takvimit për thot për në gjamia. Andaj edhe në Zvicër mund tjetë e një të gja. Kështu që ka nevojë me sqaruke me imamat e gjamiave atje. Sa zgjatëm. Allah shuleft. Kemi telefonatën tjetër të radhës në linje. Selam aleikum. Aleikum selam, hoxhë, deshta me pyet për një të rrethën e fundit të natës. Do të thotë pa marrë parasysh stina verore dimnore dhe më ndëroj ora. A ka diçka keq për shembull nëse falet pe orës 2 eventualisht deri në orë 3 diçka, edhe pse mund me pas dallim pak a shumë në orë. Sepse edhe ashtu është natë, ndrim natë, a ka keq diçka. Edhe dyta, për cilë namaz? Një e treta fund natës. A ki fjalë namaz natë? Po. Tamam. Edhe pse më ndryshu në stina verore dimnore hyrja akşamit në orë, po pa marrë parasysh a diçka keqe nëse falet pe orës 2 deri në orë 3 diçka, ka diçka keqe. Dhe pyetja e dytë është lutem, a keni tjetër alternativë që të bëjmë pyetje sepse të ke problem të me linjën telefonike pra të arsyeja ke tjetër alternativë në Facebook ose çfarë do të thotë tjetër si duhet. Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullah. Na ka shfrytzu kohën shumë, ka folë shpejt, na ka kursy. Po Allah është përbleft edhe Allah nderoft. pyetjen e dytë e ka me vend. Tash është ka pak fa jonë që një pesgjasëm, por ka pak jo krejt, nga se nuk po me thëve që po jo, bën zban. Po në anën tjetër, njerëzit pa në kohën nga se nuk pa kanë mundësim në drejtu pyetjet e tyne, të shumëta. Ta është një 2 emisioni kina, një avtë. Në Facebook unë nuk hy, sa asërë kemi të sekë, unë nuk lexoj që ka shkru në Facebook. S'kam qasje heqë. Nuk më apet mundësie mu me kyqë Facebook. Facebookin tem,
Unë nuk që kam qasjen te. Me lezu pyetjet e pastaj mi përgjigj. Sepse s'kam kohë dhe se kam hapat derë heq. Se të kërkosh më dalen mu me antarësu. Se mund të thë dikush s'pa antarësohesh. Sepse mu antarësu dëhet me kushtu kohë. E kemi kushtu kohë nuk e 5 minuta, po mund tjetë 5, mund tjetë 5 sahat. E ma haditën. Andaj nuk kam kohë më marë. Nuk kam kohë, vallaj s'kam kohë, nuk kam kohë. Në mbje keq. Ka të drejt djali. Ka të drejt. Ka të drejt. Zi që me thonë. Të punë e namazit natë, si ndëruar, Allah të ruajt, fjalla ka diçka të keqe. Zotë më se dhash me pas diçka të keqe me falë namaz natën cilën do kohë qoftë. Krejtë nata, prej kërhën akshame dhe falim akshamin. Deri pak para e misakut, kur do që falë namaz natë, të ke falë namaz natë, të cekur në Koran, të cekur në për hadithe, dhe je fut më randa jetëve dhe haditheve që Allahu i lavdëron e ngrit ata të cilët falin namaz natë. Krejt që ka atë, ka kush ma mirë dhe shumë ma mirë dhe shumë ma mirë. Tash, apo cëlla është me vlefshme, se këtë janë të lefshme, këtë janë pranushme, këtë janë me vend. Por cëlla është me vlefshmja. Me vlefshmja është pjesa e tretë e natës e fundit. Po është shumë e vlefshme edhe pjesa e dytë e natës. Po është shumë e vlefshme pjesa e parë e natës, po edhe mesi e natës. Andaj nëse robi e bën shprehi me uqu në ora 2 apo në ora 3, truni e akcepton, e programon që në qatë kohë me dalë gjumi. Dhe subhanallah, qatë kohë del gjumi, duket veta që e ngi gjumë. Rëtëllosh në gjatë, rëtëllosh të majtë, nuk për të merë, thuhen pas ka orë koha më që. Kur zgjohesh e këqyrë orën, koha që është. Sepse Allah në ka dhënive atë mundësi me programun tru. Dohet pak me trajnu trunin, 2, 3, 4, 5, 6 një javë dhe të kush pak më shumë, e pas taj bëhet shprehi. Edhe më verdimen, ndash për në ora 12, ndash për në ora 10, në ora 2, del gjumi robit, apo në ora 3. Ndash tjetë natë e gatë, ndash është shkurt, ati del. Edhe në qatë ku mas lehte ka më falë namaz natë. Kjo është e shkelqyshme, sepse namazin natës, me gjithë që shumë i vlefshëm, e dënë edhe me kanë i koncentruar. Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë namaz natës, nëse nuk din që apo thunë namaz, flej, mësë falë. Nga se ka mundësi të vend që me folë fjallë të mira, fjallë të këqia, truni nuk është i kthjellët, nuk ka pushu, nuk tep informata të duhurat, bëllshme, nuk është i kthjellët ai. As me mendu dhe as me shqiptu atë që apo dënë ti. Andaj flaj. Kështu që me mira është njeriu më mundu me bën një kohë ku nuk ja huq kohën te. Qohet me pushuar, ma me vullnet, ka ma shumë energji, se truni është me pushushëm, dhe falet ma qetë, ma lehtë, 4 recate, 6 recate, 8 recate, e falet vetrën sa t'jabë Zoti, bën istikfar 100 herë ose më pak ose më shumë, taj flen, dikush rën halet që u din sabah, të më sabahit flen, dikush bën pak dhikër tani bjen, dita mërgjuma, për të bën dhikër për sërati, kejt janë nuri dhe dritë, kejt janë të mira këtu. Hoxha të ndrodhë, kemi në telefonat në linje, po një pyetje të shkurtër nëse pon.
the që namazi natës prej akshamit. Pej pas akshamit. Pej pas akshamit apo pej pas jacije? Je pas akshamit. Allah ndërëf. Pas akshamit ka hy nata. Natë është kjo. Por është pjesa para natës. Shumë selef kanë falë namaz natë pas akshamit. Madje kem pe selefe fjala ulemat e parë, gjeneratat e para, ulemat e selefe, të hershëm, gjeneratat 3 gjenerat e para, të cilët e kanë preferuar namazën e natës pas akshamit më shumë se sa në pjesën e tretë natës. Pse, që shani justifiku këte, kanë thonë, krejt musliman të mirë, që mentaliteti tyne, krejt musliman të mirë bëjnë turmën që në pjesën e tretë natës. Ama për atë zaman se këtë sodit, pasha zotin, i hina për shpija, i merë me krevetet, që ishe në qëtë jashtë në barë, nin kush. Ja mërë pullat që avje dhe leftë, këtë ja mërë, po s'ka tash pullave që fjole po bje, për që të nin kush. A në atë zaman, në orat, pjesën të rejtë natës, këtë që t'jën kanë. Këtë që t'jën kanë. S'ka kush me flajtë. Ngra e burë, namaz. Jo thmija, po të burrat, gratë. Kanë thonë qatë pije, qatë kohë, ta në adhurojnë Zotin. E ne kemi qef me adhuru Zotin në atë kohë, ku njësë në gafel. Kupton gafel? Gafel të pavëmend shumë, ndaj adhurimit të Allahut, e qef me sa shumë dhe atësis. Ku njësë nuk bojnë ibadet. Falë namazin, aksham dhe mirën me muhabet shpijis, me ushqim, me kuta dijune, e në qatë kohë, që njëzit jenë gafel. Qatë kohë ne kemë se me adhuru Allahun, andaj shumë për ty në kam preferu me falë namaz, pjak shumë dhe njësi. Ka thonë gjeshme te, është muaj i Shaban. Pse pejgamberi ka preferuar me agjëru muaj i Shaban, sepse njerëzit përgatitin për Ramazan e harrojnë Shabanin. E me adhuru Allahun qatë muaj që njerëzit nga film te. Jenë pa kujdes shumë. Kështu që pjesa nata është natë prej imsakut, prej përëndimit deri në imsak. Kur do që falë namaz natë, në regulli. Kemi telefonatën radhës në linje. Selamu alaikum. Aleikum selam. Allah ndrof që keni telefonu, keni pyetje për hoxhën. Amen, edhe juve, një pyetje të shkurtë dhe shpejt, doshta me vetë hoxhën, a është në rregull avdesi nëse me dorë të lakt e prekum çto në shqip ka pokën e kres pa shku deri në fund këtë kryt se kumpanjo që edhe do të me shku pi fillimit kres deri në fund. Tash jam bë vezvese shumë kur po dalë këtë çoll si mulo. S'po di çish me bë, a mjafton me dorë të lakt me prek në fillim të krys, pa shku deri në fund. Këtë qartë pyetjen? A jam me qartë? Po, Allah ndroft, tash e më në pyetje. Allah ju shpërblet. Selamu alaikum. Allah ka thonë, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Lani duar faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Kur flet Allah për farzat e abdestit respektivisht për mënyrën e marrjes së abdestit. Lani fytyrat e juaja, lani duart e juaja jo deri në bryll, duart e juaja deri në bryll, deri në bryll, jo krah deri këtu. Japni me skres dhe lani kamt. Këto janë 4 farze. Pa to nuk bën. Tamam? E pastaj, hadithit e pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam, tregojnë për sasin e mënyrën e dhënies me skres dhe sasin. Atë që është farz, e që kanë Hanefi dhe një pjesë e madhe u ulemave, është 1/4 e kresë. Një 1/4 e kje. Pjesë e përbarme sa dora, me që dora të balën altë e 1/4 e kresë. 2 pjesë, e 3 pjesë, edhe 4 pjesë. Apo? Koka është 2 pjesë anash, edhe në altë, edhe mrapa. Këta nuk ka kry, këta ftyra. Tamam? 1/4 në kresë. E që bje nëse një heku ka puqen dhe shtim dore në altë, e fërkojmë, farzi o kry. Një të njënë dhe motrat. Kjo të farzi. Të sëneti, për sënet,
është. Ky dorë t'i lajmë, edhe me dorë të lakta, me këta tregishta, pe këtu i t'i mshojmë deri në fund. Edhe shkojmë për pijet, pastaj me këta të dësë, këta nuk i prekum, i shtina në vesh, edhe fërkujnë kështu. Kjo është senet me lak këtë kokën, me dur të lakta. Farz është pjesa e për 1/4 pjesës të parë pej balët e sipër. Shafit e kanë një mesele, këto e kanë pak ma letë, e që është lehtësimi madhë për motrat besimtare në veçanti. Shafit thonë, senet po me të dhanë krejt, por farz, mesela farz që me kry farzën, më të pranë namaze. Pranë namaze. Cilën do pjesë të flagëve që e prejkë sa do pak, me dorë të lakt, te ke që farzën vend. Andaj si pas shafive, nëse në shtu që shtu uje, nëse shtu dorë të tak shtu pak, dhe prejkë që shtu. Kom flakun në shtu, e prejkë pak, o në kreva. Kjo është shumë e mirë, veçanti për motrat besimtare, të cilat kanë shamia, në mbulesa, dhe janë në rrugë, janë punë, janë para burrave dhe kanë probleme hjek shamin. Kanë shumë probleme hjek shamin. Edhe në për xhamia ku shumë motrat, e kanë probleme hjek shamin, dohet pasqyre, dohet me shtrëngu mire, me spedel flokjes. Femrat i kanë do të lashe ma shumë sa mashkujt. Allahu që ashtu i kanë ngarku, por i shpërbleni madhe zëtë, është i badeta e punë. është i badet dhe motrat e bojnë me qef këtë punë, elhamdulillah. Tani, këtu do të më shtërngu, këtu sunë shtindoren motra. Andaj, me mendimin tim, këtë fetva jamja, unë të qështja e dhanjes mes flakëve për motra besimtare, unë mund përshën zemër dhe jepë fani më Shafiut. Me shti dore nër shami poshë këtu, në qafë sepse ka mundësi dikur me shti kësajnë, dhe këtë pjesë, atë sa ka mundësi me dorë të lakë të la. Edhe kriju. Nuk ka nevoj me zbërthin me hik shami krejt. Kështu që motra nëse një pjesë ke pyti, po ndeshta me zgjeru pak, në regull është e motra, nuk është krejt, pa qare krejt flakt. Aja vetëm senet. Ne kuptojmë senet edhe farzi. Farzi është nuk bën pa te. Seneti bën pa te. Allah ndërëft. Amen. Këtë ndëruam. Bajtosh besoj që shkojmë një pauzë të shkurtër, të dashur miq, shkojmë një pauzë të shkurtër dhe rikthehemi sërish me emisionin Rruga e Ndriçuar. Selam aleikum të dashur miq, jemi rikthyer sërish pas një pauze të shkurtër me emisionin Rruga e Ndriçuar, ku e kemi si çdo të ajte hoxhën e nderuar profesor doktor Shefet Krasniqi. Hoxhën e nderuar, Rezgjana Bujmedia që kemi një telefonat në lidhje. Selam aleikum. Aleikum selam. Allah i nderoft. Kam një Una? Faleminderit nga juve. Kam një pyetje për hoxhën, kështu. Hajde, Punoj bismillah. me dekore edhe ndoshta me ditë a është e lejume në fenë islame ta dekorojmë darsma, fejesi, syneti apo të kryjmë shërbime tjera, edhe a lejohet nëse kam kërkesa nga feja katolike, do me thonë këto kërkesa, pasi që kam kërkesa edhe prej fesë katolike edhe kam klientel personat fesë katolike. A lejohet Me votë për një kryj këto ndasë. shërbime, domethënë. Allah i nderoft. Faleminderit shumë, kalofshim mirë. Selam aleikum. Hoxhën e nderuar. Dekorimet e cilat bëhen në për shtëpia për raste të ndryshme, në për dasma, në për sunetia, në bajram, ka njerë dikush ka qef me bënë i zbëkërëm qëpis që për i lindë reja, gruja, pjasjel, para se marë për spitali dhe mja regullu dhomë, mja zbukuru, me shprej knatësin, dhe qysh njerëzit, dikush atje ka diplomue, burja, gruja, qika, djallë dhe në me zbukuru, dhe është bërë një farë mënyre si pjesë e shprejhjes, që me thonë knatësis. Në parim nuk ka pënges. Në parim nuk ka pënges kjo.
për pas nëse bëhet me gjëra të ndaluara tani fut në elemente tjera, si për shembull me zbukuru me pi alkoolike, ja. Ose me zbukuru me skulptura apo piktura gjallësave. Mund t'jetë kulturë në dikujna, do ma zbukuru dhomë për me pru që atë do skulptura që janë do Shqiponia, do Arusha, do Lohana, do... Ja, nuk s'pëkërëm në ashtu. Pra në parim, është e lijuar. Këtë punë të dënjas. Në punë të dënjas, edhe për punë din të Ramazani, Bajrami, në parim nuk ka arsye me ndalu. Mund të thot dikush pas e ka praktiku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam zbukurimin e. Po mirë, është njëjtën kohë nuk bjen kundërshtim me parimet të përgjithshme të shariatës zbukurimi rrugëve, sepse kanë praktikuar edhe xulefat e kanë praktikuar për shemb për bajrame, kanë gjithë drita më shumë për rrugë, dyqysh në... Po nuk... Pastaj mënyrat, metodat, mundësit në këtë pejgamberit për me zbukuru rrugët, me zbukuru xhamijat, me zbukuru ka qenë shumë modeste. Ajo Aisha ngrata radiallahu anha i ka është dhënë mundësia njëherë dhe kanë gjithë disa do perde. Por gabimi saj që ka ndodhur, që ta quajmë fjalorin tonë gafi sajna që ka ndodhur pa kujdesia, perdet kanë qenë me figura gjallësave, dhe si ka vrejt. Ajo ngrata në qef që ku të vjen burri shtash, jak më zbukuru dhumen, jak më zbukuru... Qa me zbukurua të dhumë, në tokë të zotit një hasra që atë, që hasra? Hasra pej hurme, pej thekne, pej se gjade, hasre. Një astek që aty prej të mushne, pej livoreve të hurmeve, të palmes. Livore, kisha si but pak që atë, pej lkure, pej mushun me që se farë. Livore ka pak sa ma bët një tros. Jetë skeshmerisht modeste. Ajo gëzu për atë përdet, kërë hje i bekuar të dire, ka thënë, qka është kjo? Ka një Rasulullah, po, ta që të zbukuru, për ty me zbukon një. Nuk hynë me lachet në ato vende ku ka krijesa, që kyja ato heqe, nuk ka hynë dhe më dhe për hik ato. Ka marashe ka hik, bëni si ponla, si në përja stekena për banë, për ju në muri, kështu. Pra, nuk bëmë zbukuru me sene që ka ndalu, që bingë ndesh me argumentet për gjithme shariatike. Për ndryshe me zbukuru në gjëra që lejohet, nuk ka dertë, si me lulle, me vizatime, këta dion. Tek jo muslimant, në çështjet e dënjasi, njëjtë është. Në çështjet e dinit dallan. Sepse me gjitha respektin e që kemë për të tjerë, tolerancën që na kërkon dhe na obligon shariati islam që njerëzit mos pajtojmë në kuptim mos jem të kënaqur me adhurimet e tyre, por të njëjtën kohë të lëmë njerëz të lirë. E që kjo quhet tani tolerancë fetare, me fjalorën e sot shumë. E që mënohen njerëz me na kallëzon neve sa çat tolerancë mënohen, a këtë tolerancë më mirë se Kurani, edhe se pejgamberi praktika alayhi salatu selam edhe shokët e tij, katër xulefat, askush më herët, askush më vonë këtë dynja nuk e ka praktikuar, as nuk e ka zbërthyer me mirë. Tash imagjinoni Omeri radiallahu anhu, kalifi muslimanëve, shkoi në vitin e 15 në Quds, Palestinë, që të Qudsën që po dojnë me që është luftë ka bëhet aty për shkak Qudsën me Al-Aqsas. Edhe morgët të krishtarisht ata, se shëran që fut vetë, morgët që kishin dorë, pajtun mja dhonë muslimanve, ama me kush mja dërzu Omeri tjelësat e kalasë. Edhe tërgimi gjatë historikja, edhe Omeri shkoj vetë. Shkoj, ka mujtë me thonë, ata, kush janë ata ma që neve kushte, kush janë ata? Sepse ka shtin grësht, ka
Ata nuk shenë pasë, qëra pa dërzu? A i të razeni dy perandëri persiane Bizantinit të fshiu të bëjnë rash me tokë, shkej dhe në Damask, dhe kale për Damasket, hinin kufetje me seri me Turqin. E lërë mo në trotë në pjesë Palestinës. Por, toleranca islame, shëjtëria e njerëzve, e gjakut e tyne. Edhe pjesë e sajna, shëjtëria e njerëzve të fesë. Morgëve, morgeshave. Mi respektu ata, po thojnë kështu, në që se këtë kështu, anë, pja zbatoj. Pra, po për te më ardhë, nuk ishte rënd për shku mire atje. Por, për më rujt gjakun, më s'më dërë gjak, mi a bëjt qefin atyne, me kalëzu madhështin e kësaj feje, tolerancën e kësaj feje, o shku, nuk është shku me aeroplan aji, as me Chevrolet, as me gjep, po shku me moshk. Madje ka në transmitim, se kur ka shku në Koc, kë, shëptori vetë, që ka pas me vi shëptorin, hero hip kën nga marë, e ka ngri haj, ka ecë për para, po kë anë pësa mrati muslimanve. Edhe shëptori ka shpirt, ka mballë, unë pëshova, hajde të hep tash. Po të njëri e, është barazia, dhe aj po hip në moshk dhe miri për ngri. Tash me rënë, kur afrohen të pallati, të qyteti i Kocsit, i bjenë mirit me ngri militar. Mushken, ndërsa shërbëtori në moshk. Për pas kësajnë, ata është cilë është kalife këto. Cilë është, për pas kësajnë, Omeri në teshen e vetë, 13 harna, 13 në gjene. 1, 2, 5, 7, 10, 13 lecka harna. Mreti, muslimanëve, i shtetit më të fort në botë, 13 harna lecka. Njeri ju nuk hypë pas për me të tërgu zëtë një lakë, po për me sundu me moj drejtësi. E shef sa thellë drejtësia. E kanë pa pyet Merkeli njëherë, e kanë njëherë drejtësinë e gjën të pa besimtartë, e nuk e gjën të besimtartë. E kanë pyet Merkeli, pse ti me një parë pantolla zi gjithë del? Pse si në rënë? Që ka qenë përgjigja e sajna? Thot, mu pa pyet një po, o nuk jam më në kene këto, me kallëzu për tesh, unë jem o dhe hetë se shtetit, unë ka marrë këtë post me drejtu shtetin, nuk ka marrë me tërgu në teshat, qysh më veshe, që ka me veshe. Qa ka të bëj tesha me mu? Drejtësi. Drejtësi. Nërsa lider të shqiptari, shef, i gjenë, po dhara, po të mazihen, ja shef syzat, ose ja shef orën sektat, që vëthu ti që e kishë thënë sajna, kalare, sa së pëdimi thamë, e gjenë 500 euro, 1.000 euro, ndoshtë edhe ma shumë. Apo? Tani, a i përqarë për shtetë, moj drejtësia që ka. Kështë që Omerë, mësë këthehëm temë. Omerë shkoj vetë atje. Kërë panë ata, që kë kalifa, që kë. Omerë, patë me u falë, në zani qëndia, me hinë në bejtu lahm, bejt lehem, dhe së do që e kish, hala, bejt lehimit. Më falë, po që ka tha? I shahi me falte, por kam frikë se pastaj musliman të marrën vend falje, faltore dhe rënojnë kishen. Nuk dua. Nuk kemi urdhëruar ne me rënu kishat, o ju njerëz. Nuk kemi urdhëruar me rënu kishat e faltoret. Jemi urdhëruar me mbrojt kishat e faltoret një musliman. Me ajet Koranor, surat el-Hajj. Jena urdhëruar me mbrojt kishat e faltoret. Ne jena urdhëruar me ndryshu njerëzve bindjen, me sjell fakte dhe argumente, o, jo njerëz, nuk adhurohet guri, druri, idhull e statuja, hana e djeli, por adhurohet krijuesi i gjithësisë, o ju njerëz, i cili është i vetëm, lem yelid o lem yulad, ai nuk ka lindur,
po nuk e ka lind as kënd, nuk ka fëmi. O ju njerëz, o lem jekun lehu kufuwan ahad, dhe nuk ka rival ortak, nuk ka, është i vetmi, nuk ka nevoj për evlat, nuk ka nevoj për bashortë, nuk ka nevoj për ortakri. O ju njerëz, ne jemi të urdhruar, që të me ndryshu njerëzve, e jo me rënu kishat. Andaj, por me gjithate, i lejmë të lirë, ama nuk ndërhymë. Për ata ne nuk qëndrojmë atë, kur ata bojnë ibadet. Ja, se banë me qëndru atë. Të më nëshme qëndru, a më ke kujdes se mund nga det dënimi Zotit, hidhërimi Zotit. Kur bojnë ibadet. Tamam? Kështu që nuk bashkëpunojnë çështjet e dinit, por i lejmë të lirë. I lejmë të lirë njerëzit. Sepse bashkëpunimi apo ndihmesa në çështje din, për shkak për këshndella, për vitrita zami. Pse ndalohet me shitë zbukurime për vitin e ri? Dhe përgjithësi për këshndella për festat e fundit të vitit të ri. Se kanë pjesë të adhurimit? Po pra, dhe mënyrë indirekte i bie që na papajtojnë me atë adhurim. Mënyrë indirekte i bie që papajtojnë me atë adhurim. Jo, nuk më pajtojnë. Ti i lirë, po nësë më pajtoj. Se nësë më edhe musliman, edhe budist, edhe i krishtar, edhe ateist, edhe pagan. Shkon një punë? Unë jam musliman, e kom dinin ta. Kaq. Ti e i krishtar, e i qëfut, e i pagan, e i ku di unë finë tonë, që ki e ki finë tonë. Regull jenë ana. Allah ka thonë kështu në Koran, lëkum dinukum, o li e din, ju e keni finë tuaj, unë e kam finë teme. Në finë tonë e kemë gjamin tonë, pësem për ju së përkërkojnë a ne për gjamin tonë. Asë për na e të hatri, a në kam e të neve ndo njërë hatri pëse nuk vinë të tjirë të në për gjamia që janë ju muslimon? Jo, ne e të hatri pëse këta që thonë jena muslimon e nuk vinë në gjamia, që janë lider të tonë. Që të hatri sepse ai mi thonë e muslimani, thot po, që është bëhet muslimani me tu 50-70 vite, 80, kur pa hinë gjami, ku përputhet kjo. Ku e gjon vendin të në fe, kurse ke bo 70 vjetë nuk din ka dera gjamis. La ilaha illallah. Sa njeri ju 70 vjetë nuk din ka dera gjamisa. Kur e din ka dera gjamisa, kur të bin të lidhën. E bin para gjamis të lidhën. Me hol gjenazën. E zatun. Allah e ndërëft të shbleft. Amen. Kemi telefonatën pritin Aballat që ka prit shumë. Selam aleikum. Selam aleikum. Allah shbleft që keni telefonuar, keni pyetje për hoxhen. Po e ka një pyetje për hoxhen, jam që 8 vjetë e martume, i kom pas 2 aborte, tash duhem vetë prap 7 zona, e kom gjyna nëse nuk kallëzoj as familjarve përveç burrit që jam 7 zona. Allah e shpëleft, tash e meni përgjigjen për hoxhen. Allahu falë të evlat harit e motër. E më se mërzit. Shtet që zot. Sa lula nis me dal e nuk del. Thahet gjatë rrugës. Fillim sa i thahet. E sa fryti fillon mu formu, por nuk formohet. Formohet, por nuk zhvillohet. Zhvillohet, por nuk plotësohet. Plotësohet, por nuk bëhet i gjallë, nuk e shpirti. E shpirti, por nuk del i gjallë. Del i gjallë, por nuk rritet vdes. La ilaha illallah. Krejto jenë caktimet Zotit. Caktimet Zotit. Urtësit madhit Allah. Kjen nga një ranë. Nga anë tjetër, a bën me të regu, mës me të regu. Unë nuk e di pse me veta bën me të regu. Pse
mos e ka ndaj herë me fe, me kap të pani bam, 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 o, filan, gruja më ka me që të zanë, bam, 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 o, filan, pa, a ka ndodhë kënë herë të nana tona, posh e rizane e Zotit. Hajmë me det për njëve. A ka ndodhë më ndë njerë të babalartë të tonë të, pas ka ditë për vlau me vlau kanë, e një shpi, 20 ratëra, bapa, granime kanë marrë vesh, bora ty bën të pa që marrë vesh. Se të është dalë moda me publiku në rrjetet sociale. Po mirë dhe që të hupi bje dhe në bambam që të pikë njëjtën që kjo është një bidat i ligë. Një bidat risi, bidat i keqë. Ne musliman, me lidhë të fetaresht, ne musliman më parim, senet e mira im shefëm. Deri sa t'i kryem. Ne musliman, në parim, senet e mira im shefëm, deri sa t'i kryem. Kur t'i kryem, ju të rëgujmë njerëzve. Fe inë kulli dhinimetin mahsud, sepse çdo një njeri që ka diçka në nimet veçantë, është i gjelëzuar për të tjerëve, hasedi. Tash. Kjo me të shtatë zanë filanja, që thetë në Facebook. Po motra tjera gjelëzojnë. Thënë që edhe djetën e martonë, së mund të me të shtatë zanë. Kjo me të krym jave, muji, viti, këtë dion. Gjelëzojnë. Gjelëzia pasën me një urrejtje, një keqadashje, cila mund pasën me sysh. Mund pasën në zëtë, hala ma keq. Hala ma keq që ndodhë me zgrave këtu sene. Që ka boni? Ja boni veti. Veti ja boni. Nga njëra nga nga tjetër, nuk është bretika e punë e besimtarit bre. Nuk është bretike besimtarës me kallëzu barkun para njerëzve bre, ma bre, se muslimani e na bre. Ma mare se na ka hup marja, mare na ka hup marja, mare ka majtë këty metë. Marja ka majtë këtë millet. Qysh bat, mare vajza, nusja me kallëzu barkin para vjehrive, para dënja, se na për Facebooka, na për faqet zeza, që një mujnë 2, 3, 4. Ku marja, mare, ku karakteri, ku ftyra, ku. Kjo për toke, bre, kjo për toke me hup marrën e me hupës. Së banë kjo punë. Ka sene që së një mshef, sepse Allahu ka dashtë ashtu, pletësohet gruja, zhënohet gruja, rritët trupi sajnë, rritët barkë, mënohet mshef, e ngrata me veshtisha gjana, mënohet. E që ato që janë të shpia, veshin të isha halema gjana, nuk dalin shumë të njerëzit, mujtë e funit, më taku me njerëz, edhe kërë mësafiri se dalin fërt në rrugë, nuk dalin në sheher, nuk dalin në darës mas dalin, mës me ranë sy, mës desa të lindë. Por ajo që është në punë, ose është në shkollë të zame se ngrata, është tjetër sen, ose të mjekë, ose për ndërsa me dalë në reklamohë me. Kjo është te për e ligve që është. Veç edhe këta e mërim edhe këta, e që mërinë a helen nuk e di që presi. Kështu që mos e ka të zakërkujna, oj, muslimane, njëri gjallë mëse të reka. Deri sa ta marrën vesh ata për trupit tënë, që të ka ndryshu trupi, ta marrën vesh për njëshme s'ka të zakuj. Allah ndëroft. Hoxha ndërum, dhe për në fund kam një pyetje. Në emisionin e kaluar kemi përmend hadithin që transmeton Aisha radhiyallahu anha, që kur kanë marrë gusl, kanë marrë një ujë bashkë me pejgamberin ton Muhammedin alayhis salam. Dhe këtu kemi pas të bëjmë me pastërtinë, dhe na keni përmend edhe për ujin. Mjeshton mund ta përcjellin në emisionin e javës kaluar kur fol Hoxha për ujin në YouTube dhe në Facebook të Hoxhës Dr. Shafet Krasniqi. Hoxha ndërum, kemi pyetjen, pse besimtari kur merr gusl duhet ta pastroj krejt trupin, ta laj krejt trupin e jo vetëm disa pjesë të trupit? Ne në shariat, të kapitulli madh i pastërtisë, në për të gjitha librat e jurisprudencës të fikut,
gjejmë kapitulli madh i pastërtisë, shumë i madh. Ku në te ceket krejt që ka nevojë dhe që ka të bëjmë pastërti. Krejt. Ndërto, ceket pastërtia vogël dhe pastërtia madhe. Respektivisht abdesti edhe gusli. Abdesti quhet pastërtia vogël, sepse i pastron disa gjymtyrë të trupit, e që i bie 2 durt, kokën, edhe këmbët, edhe fytyrën. 4 farze. Gusli quhet pastërtia e madhe sepse duhet me pastru krejt trupin. Asnjë pjesë në trup e lëkurës nuk bën me met pa u lakur. Asnjë. Uji do të prek krejt trupin. Mirë. Tani këtu ceken rastet kur duhet me marrë abdest dhe rastet kur duhet mu la, e që është për qëllim gusl me marrë. Gusli është pastrimi i trupit. Ka disa raste kur njeriu duhet me pastru krejt. Në fillim ka qenë në çdo xhuma vajib me pastru. Çdo xhuma. Më pas është anuluar dhe ka mbetë të preferuar më lanë xhuman për jo vajib. Dhe vetëm malikit e kanë që është vajib. Tjerët kanë thonë është e preferuar sunnet, për ta këtu ka dithe po për shpejtoj, përse s'po kem kohë, edhe kështu e këtë e kalum kohën. Apo jena në fundsajna. Njeriu, kur bëhet musliman, nëse jo musliman, është e preferuar më la. Femra cila pastrohet për përmëshmeve të sajna, e ka vajib më la, obligim farz. Kur pastrohet për lehonis, e ka vajib farz obligim më pastru. Nëse njëra për tjetër bën të pa pastërt, fijet qotë e kanë obligim më pastru. Këj trupin e vetë. Mund parashtrohet tash edhe që parashtrohet këtë pyetje, e që nuk ha dashma parashtru publik. Jo të s'pedi, unë pedi përgjigjen, po përgjigjen e di se kam lexu. Po nuk ha dash në publik, ha dash katër sy, po ti e bane. E bane. Ndë pyetje kam qenë mësë më bon publik. Për shkak se ngushtohen ka pak për njerëzve. Nga se na jena hoqë familjar. Apo? Nuk jam hoqë i një shtërisë intelektuale, ose një shtërisë gjematit, ose i burrave pleq, ose i fëmijëve, nuk jam. Sepse vetë fakti që jeni mision, ku marrin pjesë të gjitha shtërisat e njerëzve, ti e hoqët të gjithve. Madje i hoqët atyne jo muslimanve të cilët duan të ngojnë të mësojnë për fe. Qoftë nga vullneti me mësu e dëshira me mësu për fe, me një fejnë islame, qoftë nga korreshtja e tyne, apo nga vullneti tyne me ditë ka jaman feja jonë. Madje, këtë atil që më dëgjojnë mu, më mënu me kap diçka, më mësull mu pastaj. Me thonë që kë radikali, kë ekstremisti, kë prapambetëri, ku të dion, që t'i ben këtë gale për atë punë, i që më të mërzit, po ka dhe se të atil, që kanë dëshmu sa seher, dhe për mu këtë njëjtë, si ata. Nejse, në rastat ku njeriu e ka obligim më pastru krejt, kur bëti pa pasër natën apo ditën, me qëllim apo flijet apo qotë, ndërsa tek abdesti, nëse prish abdestin, e kry nevojën Allah i ndëroft, madhën për të voglën, e që janë pej faktorë kërësor që prish në abdestet, marrë abdest. Pse këto milan një pjesë të trupit,
një pjesë e që disa gjymtyr, ndërsa këtu krejt trupin. Përgjigja është, e Zotë e dinë se mirë, pleks pari kjo është adhurim ibadet. Është adhurim ibadet. Dhe adhurimit ibadetet ne i krymë është të si e me urdhëruar. Tani, nëse arrinim ja kuptu urtësinë e tyne, në rregull. Po nëse nuk arrim me kuptu urtësinë e tyne, nalemi që aty. Tamam? Për shembull, pse një muaj të Ramazan me agjiruni? Dhe pse bash Ramazanin jo ndonjë muaj tjetër? Ose, pse ne veç 5 vakte namaz e jo 6, e jo 4, e jo 10? Pse sabahet 2 rekate? E atësia 4. Kështu më radhë. Pse 2 sejdë e 1 ruku? Dhe të tjera. Pra, shumë çështje janë ibadet. Pse gruaja me prit, shumë gra thojnë, pse me prit 4 muaj e 10 ditë? Masi të vdes burri. Përsa me prit? Njëri djalë më tha mu nana, tha po vetë, unë i thash, thuj nanës tonë. Hoxha ka po selam, Allah në gjenet për plakun, 4 muaj e 10 ditë, që të me trus me nejt, shpe, jem kështu selam, thuj hoxhës, unë plak jam. O, no. Është ibadet adhërim i deti. Për pas tjerave. Shto që sene qenë ibadet adhërimin e i kryojmë. Tani e kuptojmë urtësinë e tyna, se kuptojmë çështje tjetër. Tamam? Pra edhe tek ngusli, edhe tek abdesti. Për shemb pse 30 minuta syt, pse 30 minuta durt. Ibadet jo pas nuk dikush thot piloj 5 më shumë. Bidat 3. Jo 5, 3. Bidat 5, 3. As 4, veç 3. Pra është çështja e ibadetit e para. Çështja e dytë që mund nxjerrë nga urtësitë. Allahu nderoft të gjithëve. Njeriu kur e prish abdestin për nevoja fiziologjike, janë të angazhuara çato kanale, gjandra, rrugë, të cilat Zoti ka lënë me dalë çato ndësira të cilat e prishen, që në shëri, që pastaj e prishen abdest. Tamam, dhe ne pastrojmë ato, pastaj edhe marrëm abdest. Ndërsa, tek çështja tjetër atje, kur robi bëhet pala, në te angazhohet i tërë trupi. Komplet trupi është i preokupuar, i fokusuar, i ngarkuar, i angazhuar. Andaj dohet me la krejt trupin për më kthy që shka qenë. Dhe subhanallah që ka lani madhe Zot, kur njeriu të merr gosel, këndellet, kthehet që shka qenë, letohet. Sepse e ka la krejt trupin, krejt gjymtyrët, cilat kanë qenë të angazhuara, të preokupuara. Andaj ka dallim kjo prej sajna në veprim, dhe si rrjedhoj edhe veprimi tjetër, përballë që është pastërtia këto e disa gjymtyrëve, ndërsa këto e krejt gjymtyrëve. Kjo në pika shkurtra. Allahu e din më së miri. Nëse të kam gushtu, kërkoj halal hoxhin. Jo, nuk më shton, po duhet të respektoj njerëzit natyrisht, sepse jena në fe nuk ka marrë, por dësa në rrugë prapë se prapë, është mirë, atë sa ka mundësia. Për ndryshe në fe nuk ka marrë. Sepse po të marrë në feje, po të marrë në shkencë, në dije, kur fejnë së në mësën, kur dijen së në mësën. Tjetë dije fetare, tjetë dije shkencave të dënjas. Bëhe mend. Po. Këto nuk ka marrë. Ata që kanë marrë jesim mrapa. Po me gjithate, vetë vetë robi, gushtohet. Ado që lefë për në bënd të lirë që të pysim për çka do që kemi edhe për çka do që për në shkuj dhe për në përësitin. Allah ndrohë dhe të shpërbleft. Edhe të gjithashtu. Të dashur miq, Allahu ndrohë të shpërbleft të gjithëve të cilët na përcjellet, kërkojmë halal ju të cilët nuk po keni qasja apo që po ik linja,
prej telefonatave të shumta që po bëhet. Deri në emision radhës. Selam aleikum.